Dashi, sot është një ditë për të zhvendosur perspektivat dhe për të hapur zemrën ndaj mundësive të reja. Është koha të shijosh harmoninë në marrëdhëniet personale, duke u përpjekur të dëgjosh më shumë dhe të flasësh më pak. Në punë, një projekt që ke lënë pas dore kërkon vëmendjen tënde. Jepi përparësi dhe do të shohësh se si gjërat fillojnë të rrjedhin më lehtë. Financat duken mjaft stabile, por bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Krijo një listë për të menaxhuar më mirë buxhetin. Energjia kozmike të nxit të gjesh pak kohë për vetveten dhe të përjetosh qetësinë e brendshme. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të bëjnë mrekulli për shpirtin tënd. Je i hapur ndaj lumturisë që vjen nga momentet e vogla. Demi, sot është një ditë e mrekullueshme për të ndjekur intuitën tënde dhe për të bërë zgjedhje të menduara. Në jetën sentimentale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim me partnerin. Nëse je beqar, një takim i rastësishëm mund të ndezë flakën e një romance të re. Në punë, është koha për të përqendruar energjitë në projekte që kërkojnë kreativitet dhe durim. Mos e humb besimin në vetvete edhe kur përballesh me sfida. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Kujdesu për shëndetin dhe relaksohu duke kaluar pak kohë në natyrë. Sot, zemra dhe mendja jote punojnë në harmoni perfekte, duke të sjellë një ndjenjë qetësie dhe kënaqësie. Binjakët. Sot është një ditë e mbushur me energji të reja dhe mundësi të papritura. Zemra juaj mund të ndjejë një harmoni të thellë me ata që doni, prandaj përfitoni për të afruar më shumë lidhjet. Në çështjet e punës, intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të zgjuara. Qëndroni të hapur ndaj ideve të reja që mund t'ju ndihmojnë të rriteni profesionalisht. Në aspektin financiar, ruani ekuilibrin dhe shmangni shpenzimet impulsive. Kujdesi ndaj buxhetit tuaj do t'ju sjellë qetësi shpirtërore. Mos harroni të gjeni pak kohë për veten, qoftë edhe një shëtitje e vogël në natyrë për të rigjetur paqen tuaj të brendshme. Fjalët e ngrohta dhe buzëqeshjet do të ndriçojnë ditën tuaj dhe të tjerëve përreth. Daforia. Sot shpirti yt është i mbushur me një ndjenjë të bukur qetësie që buron nga brenda. Është koha e përsosur për të bërë paqe me veten dhe për të rikthyer energjitë pozitive në ambientin personal. Në dashuri, hapësirat e zemrës ndriçohen nga një ndjenjë e thellë mirëkuptimi. Bisedat e hapura do të sjellin afrimitet dhe intimitet më të madh me partnerin. Në punë janë të mundshme zhvillime të papritura që mund të kërkojnë fleksibilitet dhe vendime të shpejta. Mos nguro të ndjekësh intuitën, ajo të udhëzon drejt rrugës së duhur. Financat janë të qëndrueshme, por rekomandohet të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Zemra jote ka nevojë për kujdes dhe vëmshuri, mos e harro këtë. Dëgjo muzikën e jetës dhe vallëzo me të. Luani. Zgjoheni me një ndjenjë të gjallë, gati për të përballuar sfidat e ditës. Sot, energjia juaj do të jetë magnetike dhe do të tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi. Mos kini frikë të shprehni emocionet tuaja më të thella. Në punë, një mundësi e papritur mund t'ju hapet, por konsideroni me kujdes përpara se të hidhni hapa të mëdhenj. Financat kërkojnë vëmendje, kini kujdes nga shpenzimet impulsive që mund të ndikojnë buxhetin tuaj. Qetësia dhe reflektimi do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin emocional. Nëse gjeni pak kohë për të medituar ose për të bërë një shëtitje në natyrë, kjo do të rigjenerojë shpirtin tuaj. Kjo ditë mban premtimin e gëzimit dhe rritjes personale. Virgjëresha. Sot qielli ka një përzierje ndjenjash për ju. Në punë, mos e nënvlerësoni fuqinë e detajeve të vogla, ato mund të sjellin ndryshime të mëdha. Nëse keni ndjerë turbullira në çështjet e zemrës, merrni frymë thellë dhe lejoni që gjërat të zhvillohen natyrshëm. Një bisedë e qetë mund të zgjidhë shumë më tepër se sa mendoni. Financat tuaja janë në një vend të qëndrueshëm, por mendoni 2 herë përpara se të bëni një shpenzim të madh. Gjeni kohë për t'u çlodhur dhe për t'u lidhur me natyrën. Kjo do të ndihmojë në qetësimin e mendjes tuaj të zënë. Kujdesuni për veten me dashuri të butë dhe lejojini energjisë pozitive të ndiqni rrugën tuaj. Mos harroni, edhe gjërat më të vogla kanë rëndësi. Peshorja. Dita e sotme ngjan si një melodi e qetë që rrjedh me harmoni. Atmosfera përreth është e mbushur me mundësi për të forcuar marrëdhëniet e dashura. Jepu rëndësi detajeve të vogla dhe dëgjoje partnerin me zemër të hapur. Në punë, çelje dyer për bashkëpunime të reja, një ide e vogël mund të sjellë ndryshime të mëdha në drejtimin e karrierës. Financat kërkojnë vëmendje dhe maturi. Kujdesu që të mos joshesh nga shpenzimet të panevojshme, duke ruajtur kështu stabilitetin. Ndjenja të buta mirëkuptimi mbizotërojnë në shpirtin tënd. Merr frymë thellë dhe shijoje paqen e brendshme. Kjo është koha ideale për të kultivuar qetësinë dhe për të rilidhur me veten. Shijoje këtë balancë të brisht me mirënjohje.
Akrepi. Sot do të ndjeni të mbushur me energji të reja, sikur pranvera të ketë mbërritur brenda jush. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja unike dhe kolegët do t'ju vlerësojnë për përkushtimin tuaj. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje, mos lejoni që shpenzimet e papritura të ndikojnë në planifikimin tuaj afatgjellë. Në dashuri, do të ndjeni nevojën për të folur hapur me partnerin. Një bisedë e thellë mund t'ju afrojë më shumë me njëri tjetrin. Për ata që janë beqar, shanset për një takim të veçantë janë të mëdha, por mos u ngudni. Ndiqni instinktet tuaja dhe besoni në intuitën tuaj. Kujdesuni për shëndetin, duke mos harruar rëndësinë e pushimit dhe relaksimin. Shigjetari. Sot zemra juaj ndihet e lirë dhe e hapur për aventurë. Një takim i papritur mund t'ju çojë në një drejtim të ri në dashuri, duke sjellë emocione të freskëta. Në punë, një projekt i rëndësishëm kërkon përqendrim të madh. Mbani ritmin dhe mos u shpërqendroni. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, prandaj përpiquni të qëndroni brenda buxhetit tuaj. Një frymëzim i papritur mund t'ju ndihmojë të gjeni një zgjidhje kreative për një problem të vjetër. Energjia pozitive rrethon ditën tuaj, duke ju pajisur me kurajën për të kapërcyer çdo sfidë. Mos harroni të gjeni kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi emocionet tuaja. Një mbrëmje qetësuese do t'ju jap paqen që kërkoni. Tregoni mirënjohje për momentet e vogla të lumturisë. Britsjapi. Në këtë ditë, yjet të ftojnë të reflektosh mbi prioritetet e tua dhe të kërkosh qetësi në zemrën tënde. Në dashuri, është koha të dëgjosh intuitën dhe të hapesh ndaj partnerit. Fjalët e sinqerta do të ndihmojnë në rindërtimin e besimit. Në punë, energjitë kozmike të shtyjnë të kërkosh balans mes ambicieve dhe mirëqenies personale. Mos hezito të pranosh ndihmën e kolegëve për të përballuar detyrat. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdesi mbetet i domosdoshëm, shmang shpenzimet impulsive. Ndjesitë e brendshme po depërtojnë qetësisht, duke të kujtuar se çdo sfidë është një mundësi për rritje. Shijo momentet e thjeshta dhe kujdesu për shëndetin shpirtëror. Çdo hap i vogël është një hap drejt harmonisë. Ujori. Sot ndjen një rrymë pozitive që të ndihmon të shfaqësh plotësisht potencialin tënd. Në punë, thrashtimi i planetëve favorizon bashkëpunimin, shfrytëzo rastet për të krijuar lidhje të reja, pasi ato do të jenë të dobishme për të ardhmen. Në dashuri, qetësia dhe mirëkuptimi mbizotërojnë. Bisedat e çiltra me partnerin ose personin e zemrës do të forcojnë lidhjen tuaj. Mos ki frikë të shprehësh ndjenjat, sepse sinqeriteti është çelësi i çdo marrëdhënieje të qëndrueshme. Financat qëndrojnë stabil, por është e mençur të kontrollosh shpenzimet impulsive. Ndiq intuitën kur bëhet fjalë për investime të reja. Ndjehesh energjik dhe plot jetë, prandaj mos hezito të dalësh dhe të shijosh bukurinë që të rrethon. Të pret një ditë e mbushur me mundësi. Peshqit. Sot universi ngjall ndjesi të thella dhe të paqta. Në aspektin e dashurisë, hap zemrën dhe shfaq emocionet pa rezerva. Një surprizë e ëmbël mund të presë nga partneri yt. Në punë, është koha të mbyllësh projektet e papërfunduara, por kushtimi yt do të shpërblehet. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë. Analizoni mirë para se të merrni vendime për investime. Ndodhja poetike e ditës vjen nga një takim i rastësishëm që mund të ndezë një misi të re. Shëndeti është në ekuilibër, por gjithsesi relaksohu duke kaluar pak kohë në natyrë. Natyra do të rigjallërojë shpirtin tënd dhe do të ndihmojë në pastrimin e mendimeve. Beso në intuitën tënde dhe lëri ndjenjat të udhëheqin në këtë ditë të ndritshme.